Në këtë sallë, e mbi gjitha kur e bën këto në emër qytetarëve apo sigurisë tyre, duhet mendoj edhe për sigurinë ekonomike. Ekonomia nuk është një gjë që zhvillohet atje tej, po ka një element shumë të rëndësishëm në të, besimin. Paniku që përhapet në të tilla raste mund godas ekonominë dhe mbi ekonominë mund godas qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Punën e tyre, të ardhurat e tyre dhe gjithçka tjetër që lidhet pikërisht me ekonominë e tyre. Kështu që unë do kërkoja që të ketë përgjegjësimë në këtë sallë. Këto nuk janë çështje që diskutohen këtu. Këto janë çështje që diskutohen në komisionet parlamentare. Si të doni, me dyert të hapura, me dyert të mbyllura, nëse janë klasifikuara, normalisht shkojnë atje dhe konsumohen atje brenda. Por edhe atje me vëmendjen e jashtëzakonshme për mos shkaktuar panik me pasoja të rënda ekonomike mbi të ardhurat e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Turizmi është një degë e ekonomisë që zhvillohet vetëm mbi besimin. Dhe ka një përpjekje shumë të madhe muaj të tërë për ta goditur turizmin. Boll me kaq. E dyta gjë që kam qenë në mes të muajit shkurt që kërkoj një interpelancë me ministrin e bujqësisë. Pra që në javën e dytë të muajit shkurt. Po shkojmë në javën e dytë të muajit prill. Tani 3 javë më përpara pranova argumentin që ministri është në Bruksel. Dhe për shkak edhe të marrëdhënieve që ne kemi, për shkak edhe të detyrimeve që kemi në raport me Bashkimin Evropian, Komisionin Evropian, natyrisht që dhash mirëkuptimin tim. Tani sot më thonë që ministri është në Kosovë. Tani në këtë situatë unë nuk mendoj që kjo është arsye. Çështja për cilën e kisha thirrur ka të bëjë drejt për drejt me ushqimin. Në këtë moment, në këtë periudhë, në këtë situatë etj mund të lëviz ministri jashtë, mund të lëviz ministri i mbrojtjes, mund të lëviz ministri i energjisë, pa diskutim, po ministri i bujqësisë duhet të jetë këtu. Dhe t'i përgjigjet kuvendit. Dhe në këtë aspekt doja ta theksoj edhe një herë. Ky instrument i kontrollit parlamentar nuk mund të relativizohet dhe nuk mund të dalë nga agenda siç kërkon një ministër. Agjendën time nuk e bën dot një ministër në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Dhe natyrisht do kërkoja me ngul që kjo gjë mos ndodh më. Më janë dashur 6 javë për të marrë informacionin. Tani më duhen 6 javë për të folur me ministrin. Po nuk ka kuptim më. S'ka kuptim. Faleminderit.